Tirana ka përjetuar emocionet dhe adrenalinën e garës më të famshme në botë, Formula 1, me rastin e shfaqjes së premierës së filmit me të njëjtin titull në kineman Cineplex, tek organizoi aktivitete për të gjitha grupmoshat. Në tek vizitorët ishin jo vetëm spektator, por edhe protagonistë të aktiviteteve të vendosura në të gjitha hapësirat e qendrës tregtare. Adhuruesit e makinave zbuluan ekspozitën unike me 30 makina të vendosura në ambientet e jashtme të teg. Në një tjetër ambient të dedikuar, të apasionuarit pas shpejtësisë dhe adrenalinës mund të zbresin në pistën e garave me makina go-kart. Spektakli u moderua nga prezantuesi i njohur Eni Sheu duke sjellë një atmosferë festive dhe familjare. Super! Po! Të rritur e fëmijë u përfshin plotësisht në aktivitetet e organizuara dhe vlerësuan organizimin dhe larmishmërinë e aktiviteteve që i bën të ndiheshin si pjesë e botës së Formula 1. Tani si emulator më pëlqen se shumë afër ales, është gjë shumë e bukur ka lloj aktivitetesh. Lorat elektronike janë emocionuese, energjike dhe duhen bërë sa më shumë në Shqipëri. Do organizojmë sa më shumë evente të tilla. Me këtë nismë, Teg jo vetëm feston ardhjen e një filmi të shumëpritur, por gjithashtu kontribuon në krijimin e një hapësire argëtimi për qytetarët e Tiranës gjatë sezonit të verës.